duartërinjtë tuaja të dëshirojmë mirë se ardhje. Falë, të lagë me. Slim tonë. Slim. Na të vetën duartërinjtë tuaja, a warm welcome. Një ceremonia shumë trite, Teatri Gjergj. Gianni Infantino, në duartërinjtë tuaja zonja Zotrinj. Të nderuar përfaqësues të mediave, me mirësi, ju lutem që të bëhemi gati të akomodoheni për të filluar ceremonia zyrtare. Le të krijojmë hapësirë për këtë ceremoni madhështore. Faleminderit për mbulimin e kësaj ngjarje. Zonja Zotrinj, ju lutem ngrihuni në këmbë për himnin kombëtar të Republikës së Kosovës.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, today we are witnessing a moment of history, a moment that brings together gratitude, Krenari dhe shpirtin e futbollit. Një personalitet ponderor, një burr që përfaqëson ëndrrën e brezave të tërë, që urreten duke dashur dhe duke zhvilluar lojën e bukur të futbollit, shpesh kushtet më sfiduese. Një mirëpritje, mirësevini, Ky është një moment që e shënoj me mirënjohje të thellë të udhëhequr nga Presidenca e Republikës së Kosovës dhe shkëlqësia e saj, zonja Vjosa Osmani Sadriu. Faleminderit shumë, zonja Presidente. Një moment respekti, miqësie dhe njohjeje për vendin e Kosovës në botën e futbollit. Por ky është po ashtu një moment të cilin populli nga çdo cep i Kosovës e nderon njeriun që udhëheq familjen globale të futbollit, shkëlqësinë e tij zoti Gianni Infantino. Sot jemi mbledhur për të kujtuar një moment që jeton përgjithmonë në kujtesën tonë kolektive. Momentin kur Kosova u bë pjesë e familjes së madhe të FIFA-s. Një moment i vullosur përgjithmonë në zemrat tona nga kapiteni ynë legjendar Fadel Vokri. Ishte momenti kur futbolli u bë më shumë se një lojë, u bë një emocion kombëtar. Ndërsa miliarda njerëz në mbar botën mblidhen për të festuar bukurinë e futbollit, sot Kosova mbledhet për të festuar miqësinë dhe respektin mes popullit tonë dhe futbollit botror. Shkëlqësia e tij, zoti Gianni Infantino, kjo duar trokitje është për ju. Dhe tani, zonja dhe zotrin, është nderi madh për mua të ftoj në skenë shkëlqësinë e saj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës së Kosovës. Nderuar President Infantino, një mik i madh i vendit tonë, mirë se vini përsëri në Republikën e Kosovës, mirë se vini në shtëpinë tuaj. Zëvendës Përqeku, me kryetari Rama, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Kresniqi, antarët e ekipit tonë kombëtar, jemi shumë të kënaqur që u kemi këtu. Legjenda e futbollit, ambasador, shkëlqësi, të gjithë ju që e doni sportin, mirë se vini në këtë ceremoni. Të nderuar miq, është një histori që fillon jo në stadium, por në rrugët e ngushta të fshatrave dhe qyteteve të vogla të Kosovës, me një top të vetëm dhe me një grup fëmijësh që shkojnë jo vetëm pas një ëndre, por edhe pas ndjenjes së lirisë. Në vitet më të errta të pushtimit, kur lufta gjenocidiale po bëhej ndaj popullit tonë, fëmijët e Kosovës gjetën liri në lojën e futbollit. Ata i shikuan idolit e tyre për fuqi dhe për frymëzim. Topin e mbajtën në lëvizje në përfusha të improvizuara, në oborët të shtëpive dhe në rrugët e shkatruara. Edhe në kampet e refugjatëve, larg prej shtëpisë së tyre, futbolli ishte streha e tyre. Akti i vetëm që asnjëherë nuk ishte i heshtur.
popullit tonë. Dhe në ato vitet e para të rindërtimit, një emër ishte ai që e përfatsoi shpirtin e futbollit tonë dhe shpirtin e vendit tonë, Fadil Vokri. Vokri ishte më shumë se një lojtar dhe më shumë se një udhëheqës. Ai ishte përfaqësimi i gjallë i rezistencës dhe krenarisë të Kosovës. Ai i barti shpresat e vendit tonë para se të kishte urdhse në ndonjë tryezë shqiptare. Dhe futbollin e përdori për të treguar botës që Kosova besonte dhe që Kosova ishte e gatshme të qëndronte për krah të tjerëve. Vokri frymëzoi një gjeneratë e cila refuzonte të ishte dorë. Ai dëshmoi që talenti, disiplina dhe besimi në vendin tënd mund të lëvizë edhe malet, edhe kur ato male duken të palëvitshme. Trashëgimia e tij vazhdon të jetojë në çdo lojtar të ri, ëndra e të cilit është tarëfish kishën e Kosovës në çdo fushë, në çdo stadium ku tani himni ynë dëgjohet me krenari. Dhe ai jeton në çdo lojtar të futbollit që e shihni sot në këtë sallë, lojtar që e bartin atë krenari të njëjtë për të shënuar suksese të reja për vendin e tyre dhe për ekipet e tyre anë mban. Dhe pastaj erdhi dita kur ajo ëndër e gjeti shtëpinë e saj. Kosova u bë fillimisht antare e UEFA-s dhe pastaj antare e FIFA-s. Dhe ju bashkua familjes së kombeve të mëdha që e flasin gjuhën universale të futbollit. Kjo njohje shënoi një prej momenteve më krenare në historinë tonë kombëtare. Një moment ku më në fund mund ta ndanim talentin tonë me botën. Ishte mbi të gjitha një moment drejtësie dhe pranimi për sakrificën, qëndresën dhe ëndrrën e popullit tonë. I nderuar president Infantino, gjithmonë do ta kujtojmë që keni qenë pranë nesh gjatë këtyre momenteve historike dhe gjatë kësaj kohe kritike gjatë antarësimit në FIFA dhe UEFA. Ju besuat tek ne, besuat në potencialin e Kosovës dhe në fuqinë unifikues të sportit në një kohë kur besimi ende kërkon të guxim. Ju e kuptuat që futbolli në zemrën e tij ka të bëjë me njerëzimin, me humanitetin dhe që çdo fëmijë pavarësisht se prej nga vini t'ia jap mundësinë për të takuar në një vend. Përmes leadershipit tuaj, FIFA është bërë një familje e vërtetë e kombeve. Një familje ku të gjithë përkojnë. Ju keni punuar pareshtur për të siguruar që futbolli ndërton urdhrat mes popujve kudo qofshin ata. Dhe për Kosovën kjo ka pasur kuptim shumë të madh. Ju keni ndihmuar lojtarëve tanë që ta batin flamurin tonë duke konkuruar me krenari në skenën ndërkombëtare. Dhe sot, derisa e shohim ekipin tonë kombëtar, që është këtu si simbol asaj se sa larg kemi arritur, neve na kujtohet që ky sukses nuk është ndërtuar brenda natës, është ndërtuar përmes sakrificës, por edhe përmes miqësisë dhe mbështetjes. Dhe ajo mbështetje, ajo miqësi është ajo që na sjell këtu sot. Infantino, ju keni qenë një mik i përhershëm i Kosovës, një mik që i ka kuptuar sfidat tona dhe e ka festuar progresin tonë. Ju keni festuar me ne, keni qëndruar pranë nesh, këtu në Kosovë dhe anën mban botës. Na keni treguar përmes veprimeve tuaja që leadershipin në sport mund të nënkuptoj edhe leadership në vlera. Mbështetja juaj ka ndihmuar që të transformohet futbolli i Kosovës në një burim të krenarisë kombëtare në nivel global. Dhe për këtë arsye populli i Kosovës gjithmonë do të jenë mirënjohës ndaj jush. Të nderuar miq, futbolli na mëson diçka thelbësore, që fitoria nuk ka të bëjë vetëm me rezultatin, ka të bëjë me punën e ekipe, me këmbguljen dhe më së rëndësishme me bindjen që
vërtet më tjetë ndeshja, gjithmonë duhet të vazhdosh përpara, gjithmonë duhet të vazhdosh të luash derisa përfundoj loja. Dhe kjo frym gjithmonë ka definuar Kosovën dhe kjo është ajo që na identifikon neve si popull dhe partneritetin që kemi ndërtuar me ju, zotin president, si dhe me FIFA. Kosova ka shënuar, ka bërë një rrugë të gjatë nga fushat me balë të kaluar tek stadiumet e ndryshme të sotme. Kemi shumë punë që na mbetet për të bërë, por vazhdojmë përpara me krenari, duke e ditur që jemi pjesë një familje globale që beson në drejtësi, në gjithëpërfshirje dhe në miqësi. President Santino, faleminderit shumë që keni besuar në historinë tonë, faleminderit që besoni në popullin e Kosovës, faleminderit që i keni dhënë çdo fëmijë në Kosovë një arsye për të ndruar, dhe faleminderit që jeni me ne, jo vetëm në momente të triumfit, por më rëndësishme janë në momente të sfidave. Dhe faleminderit që jeni një mik i vërtet i vendit tonë dhe i vlerave që e bëjnë sportin një prej forcave më të mëdha në botën e sotme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Thank you, Madam President. Zonja Zotrin, është gjej e veçantë të mblidhemi në një vend me kaq shumë personalitete që kanë dhënë kontribut të paqmuar në ngritjen e futbollit dhe definitivisht i shohim gjenerata të tëra që kanë kontribuar në këtë rrugtim të mahnitshëm. Andaj faleminderit për prezencën tuaj, po me tekst të veçantë, natyrisht kryetari i Federatës së Futbollit e Kosovës, do t'ja gjem faleminderit që jemi prezenca. Natyrisht, dhe zotin Duka, faleminderit për prezencën tuaj, që sa keni këtu. Dhe vjen një moment që do të shohim një video që përshua një rrugtim të mahnitshëm. Now, let us take a short emotional journey. Tani po e bëjmë një udhëtim të shkurtër emocional, një kujtesë për ditën që ndryshoi gjithçka për futbollin ditën kur Kosova ju bashkua familjen e FIFA. Zonja Zotrin. Futbollin e Kosovës dhe mendoj që kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA. Forza Kosova, Forza Kosova, Forza Kosova. I think it's very important that people like around the world can see what talents we have in football. That's what we want to show, put us on the map with playing football. Since Kosovo joined FIFA in May 2016, my first Congress as FIFA president, football has made enormous progress in the country, and your teams have already achieved some impressive results. Wir werden alles tun, wir werden alles unternehmen für unser Land, für unsere Kosovo. Jemi optimist në raport që është Marko Resore besoj. Jemi punëtor që punojmë shumë. Edhe nëse na kena këtë në fort, por nuk bën më të kësu, edhe në do më pak se sa bëjnë në fort, që të bëjnë edhe më shumë për në këtë bëjnë në ti. Që është një fitore mëllë, gjellë shumë
sponsorët dhe në tonë duke më zjarruar ata që nuk janë mesin tonë, që të tërku e po argamon shumë për futbolin e Kosovës. Më emocionoi atë shumë kjo video zonja Zotrin dhe ajo Është kapitani përjetshëm i Republikës së Kosovës, Fadil Vogri, dhe derisa i shohim pasardhësit e tij. Faleminderit kombëtarja e Kosovës. Ladies and gentlemen, this is the moment of honor. Momenti kur kreu i shtetit dekoron presidentin e FIFA-s. Marioni të ftojnë në skenë shkëlqësinë e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu dhe shkëlqësinë e tij zoti Gianni Infantino për dorëzimin e medaljes së nderit. Thank you so much. Thank you so much. Dear President, dear President Osmani, dear friends, what an honor, what a pleasure, what an emotion. Emocioni madhe, vëllëmëri e madhe për mua të jem këtu në shtëpinë time në Kosovë.
And to receive this dhe ta pranoj këtë honor, this nder medal të from madh, you, këtë medalje nga ju, President, Presidentja e Republikës së Kosovës, mikesha ime e mirë Vjosa, on behalf of në emër të a wonderful country, një vendi të mrekullueshëm që është Kosova. Kosovo today Kosova sot dhe Prishtina sot is the capital është kryeqyteti i botës, apo jo? the world of football. I botës së futbollit. But as we all Por, know, si që dim të gjithë, futbolli është gjëja më e rëndësishme në botë, kështu që është kryeqyteti i botës. but it is really Por me të vërtetë është një emocion shumë i madh për mua të qëndroj këtu para jush dhe më vjen keq që po flas në gjuhën angleze, por shqipen nuk e kam ende në nivelin që duhet të jetë, kështu që next year's për vitet e ardhshme, për 10 vjetorin e antarësisë së Kosovës në FIFA do të mësoj pak shqip dhe herën tjetër do të flas në gjuhën shqipe. and if you have a couple of minutes, I would like to say Nëse më lejoni do të doja të them edhe disa fjalë. I would like also after Do të doja, po ashtu pas këtyre pamjeve që i pam, do të doja t'ja dedikoj këtë medalje, këtë nder, këtë mirënjohje to Fadil Bokri. Fadil Bokrit. Fadil Bokrit dhe të gjithë popullit të Kosovës, në Kosovë dhe jashtë Kosovës. I have met Fadil Jam takuar me Fadilin shumë herë and I remember dhe më kujtohet that when Kosovo was që kur Kosova ishte një vend shumë i ri, ende është vend i ri, por sapo kishte lindur në atë kohë dhe Federata e Futbollit donte të bëhej pjesë e UEFA-s, në atë kohë unë isha në UEFA. it was a little bit Ishte, si ta them, tricky to meet pak e vështirë të takohesh me dikë prej Kosovës, sepse ishte një vend që nuk ishte njohur ende, kështu që më thanë shko taku me Fadil Bokrin dhe shkova, u takuam, diskutuam, isha përgjegjës edhe për departamentin ligjor të UEFA-s në atë kohë dhe po flisnim për statusin, për rregulloret, gjëra të tilla. Dhe u deshën vitet e tëra dhe nuk e di pas sa takimeve. at some stage saying to Fadil, Një herë i thash Fadilit dhe Armandos, we've met now, jemi takuar mjaftueshëm, e dim çfarë dëshironi, do të shohim se çfarë do të ndodhë dhe waiting, ishim duke pritur dhe duke fituar kohë dhe atëherë I realized e kuptova and the current qëndrueshmërinë, rezistencën dhe guximin e popullit të Kosovës që besonin në vendin e tyre, që besonin në atë që donin. this resilience Dhe kjo qëndrueshmëri ishte ajo që e solli antarësimin efektiv në UEFA dhe FIFA. because Sepse after pasi që i tham Fadilit në rregull, nuk po takohemi më, sepse tani i dim të gjitha, do të shohim se çfarë do të ndodhë. I was Çdo herë që shkoja në ndonjë takim në Shqipëri apo në vendet e tjera, kur hapja një derë, Fadili ishte gjithmonë para derës. Kur i hapja dritaret, Fadili ishte para dritarëve. Kur dilja jashtë, ishte domethënë çdo fund. Ishte çdo fund. Kështu që kur u bëra presidenti FIFA-s me 26 shkurt 2016, për mua ishte shumë e qartë që me rastin e parë Kosova duhej ta antarësohej në FIFA. Dhe me 13 maj 2016, 3 muaj pas zgjedhjes sime si presidenti FIFA-s, pata krenarin të jem presidenti i FIFA-s që e mirëpriti Kosovën në familjen e FIFA-s. Kështu që mirë se vini edhe një herë në FIFA.
Dhe kjo qëndrueshmëri, ky kuptim, ky pasion për vendin, diçka që nuk ishte e re për mua, sepse jam takuar me njerëz nga Kosova edhe para se Kosova të ekzistonte. Isha, siç e dini disa prej jush, kam lindur në Zvicër nga emigrant italian dhe në vitet e 90-ta ta pritmas kishte shumë njerëz që po vinin nga Kosova në Zvicër. Dhe kur I pyesnim, prej nga po vini të gjithë thonin po vin prej Kosovës, po I thonim ne çka është Kosova? Na thonin ishte diku në Jugosllavi, na thonin jemi nga Kosova dhe ne italianët sigurisht ishim duke luajtur futboll në Zvicër dhe papritmas kishim njerëz nga Kosova që po vinin dhe ishin punëtor, ishin kamarjer, ishin pastrues, ishin berber të cilët me mua nuk fitonin edhe aq shumë sigurisht, sikur ne italianët që I bënin të njëjtat punë dhe që luanin futboll. Por problemi ishte që këta lojtarë të Kosovës ishin në fakt lojtarë shumë të mirë dhe më herët ne italianët gjithmonë I fitonim ato turnamentet lokale në verë dhe papritmas tani po vinin këto ekipet e Kosovës dhe po na mundnin dhe po fitonin ndaj nesh, kështu që na thonin dhe na tregonin se sa ishin krenar me vendin e tyre, sa krenar ishin me futbollin e tyre dhe neve dhe mua personalisht më bën që të njoh shumë njerëz nga Kosova. Njëherë ishim në një ekip dhe I fituam disa ndeshje së bashku në ligat lokale të Zvicrës, liga amaterët që ishin shumë kemi marrë shumë kartona të kuq aty, por nuk po flasim tani për këto. Futbolli sigurisht është ai që I bashkon popujt, e bashkon vendin, e përforcon vendin dhe e bën vendin pjesë të një lëvizje në Evropë dhe në krejt botën dhe I bën fëmijët, vajzat dhe djemt të ndrojnë dhe të shpresojnë për të ardhmen e tyre. Ndoshta a më lejohet të shkel protokollet, a mund të kërkoj futbollistëve që të më bashkohen në skemë? Dhe fillimisht do doja që ju futbollistët dhe ekipi të jepni një dualtërtisje për gjeneratën e ardhshme. Sepse është falë tyre që ju jeni këtu ku jeni sot dhe do doja të gjithë të jush të jeni në dualtërtisje të marrë të ju jeni futbollist fantastik. Ju jeni shembull, jeni model që e bëni çdo gjallë dhe çdo vajzë në Kosovë dhe jashtë Kosovës të ndrojë. Ju tregoni të gjithë botës se çka është Kosova, një vend krenar, një vend I kujtimshëm, një vend që është I projektuar në të ardhmen. Ata e bëjnë futbollin atë që është. Të gjithë I duam, të gjithë I shikojmë. Zemra jonë rre me ta kur I shikojmë të luajnë dhe sigurisht janë shembull për krejt ne. Kështu që nderuara presidente, të nderuar miq, besoni në këta djem këtu, besoni në fëmijët tuaj, besoni në të ardhmen tuaj, besoni në futboll, investoni në futboll, sepse magjia e futbollit është unike, e bashkon vendin, e krijon vendin dhe e sjell në krejt botën. Faleminderit shumë për nderin që më keni bërë. Madam President,
Kosovo and the global football family. Ladies and gentlemen, you are kindly invited to join us for the reception as we continue to celebrate this remarkable occasions together. Thank you very much. Thank you for presenting to us.